ka qenë lajmi më i komentuar orëve të fundit, po flasin për largimin e Eglit nga loja për arsye të saj shëndetësore dhe psikologjike, por pas daljes së Eglit kishte shumë reagime. Zëbërvoki ka reaguar me një postim në rrjetet sociale ku shpreh mbështetjen e tij për ish-lojtaren dhe komenton mbi vendimin e marrë. Shpresoj që Egli të jetë mirë, por për vendimin mendoj se ishte gjëja e duhur për të bërë, sepse nuk e meritonte atë situatë të cilën e kishte përplasur loja, shkroi ai. Zëbërvoki gjithashtu ka ngritur një pyetje të drejtë për drejtë për gjestin, të cilin e quan Kingin, duke lënë të nënkuptohet sa i mund të ketë qenë shkaku i largimit të Eglit nga loja. Sa për Kingin, a thua është i lumtur tani që u bë shkak që Egli të rinte lojën, përfundoi ai në reagimin e tij. Nga ana tjetër, na duhet t'i rikujtojmë se Zëbërvoki ka qenë mjaft kritik për sjelljet e gjestit brenda shtëpisë së famshme në Shqipëri, duke mbështetur në çdo lloj forme lojën e Eglit, por na duhet thënë se her pas here e kritikonte edhe lojën e mikeshës së tij.